Gjermania ka zhvilluar një plan sekret ushtarak për të përballur ndaj një konflikti të mundshëm me Rusinë. Mediat kanë zbuluar një dokument për 1200 faqesh që parashikon mobilizimin deri në 800.000 trupa gjermane, amerikane dhe të NATO-s në frontin lindor. Sipas mediave gjermane, plani nisi të hartojë rreth 2 vite e gjysmë më parë në bazën ushtarake Julius Leber në Berlin, ku 12 oficerë të lartë punuan në mënyrë konfidenciale për të siguruar një skenar lufte. Sot ai plan po testohet përmes ushtrimeve praktike në të gjithë vendin. Dokumenti përcakton rrugën e transportit për trupat dhe pajisjet, përfshi portet, lumet, hekurudhat e autostradat. Ekspertët theksojnë se për shkak të pozitës gjeografike dhe barierave natyrore si Alpet, çdo përforcim i NATO-s drejt lindjes duhet të kalojë patjetër përmes Gjermanisë, duke bërë atë shtyllën kryesore logjistike të aleancës. Plani përfshin një qasje të re të gjithë shoqërisë që bashkon sektorin civil dhe ushtarak, duke u bazuar në doktrinat e luftës së ftohtë, por të përditësuara me sfidat moderne, si infrastruktura e vjetërsuar dhe ushtria më e vogël. Zyrtarët gjerman parashikojnë se Rusia mund të arrijë kapacitete të plota për të sulmuar një vend të NATO-s rreth vitit 2029, por veprimet e fundit të Kremlinit, përfshirë spionazhin, sabotimet dhe shkeljet e hapësirës ajrore, tregojnë se rreziku mund të vijë më herët. Analistët theksojnë se edhe një armëpushim i përkohshëm në Ukrainë do t'i jepte Moskës mundësi të zhvendoste fokusin drejt vendeve të Europës lindore. Ushtrimet e fundit në Gjermani lindore përfshirë ngritjen e një kampi të përkohshëm për 500 ushtar me të gjithë kapacitetet brenda 14 ditësh. Stërvitjet evidentuan pengesat në terren, nevojën për semafor të rinj për gjatë korridorëve ushtarake dhe sira të shumta në lëvizjen e mjeteve të rënda.